Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve ka shprehur shqetësim dhe indinjat për deklaratat e kryeministrit Edi Rama lidhur me pezullimin nga detyrat të Belinda Ballukut, duke e konsideruar këtë presion ndaj pushtetit gjyqësor. Kryeministri Rama ka reaguar ashpër ndaj akuzave, duke thënë se shoqata gabon nëse pret që ai të mos jap opinionin publik, madje edhe kur është palë në proces gjyqësor. Ai rithekson se pavarësia e gjyqësorit është thelbësore, por nuk pranon të interpretohen deklaratat e tij si presion politik. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Shqipërisë ka reaguar për deklaratat e kryeministrit Edi Rama lidhur me çështjen e pezullimit nga detyrat e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, që po shqyrtohet njëkohësisht nga gjykata kushtetuese dhe ajo posaçme. Në nënpitkun e ankesës për uzurpimin e pusteteve ekzekutiv dhe legjislativ nga ai gjyqësor, në të vërtetë fshihet një mesazh presioni ndaj organeve të drejtësisë që kanë për shqyrtim çështje në fjalë. Gjithashtu, mesazhe të tilla të përditshme të ushqyera ndaj publikut të gjerë synojnë të krijojnë një klimë mosbesimi ndaj pushtetit gjyqësor dhe mund të përdoret më tej si pretekst për marrjen e masave erozive ndaj këtij të fundit. Pas këtij reagimi, kryeministri Edi Rama u shpreh në mënyrë të ashpër ndaj akuzave. Mirëpo, gabon shumë shoqata e gjyqtarëve nëse pret që unë të mbyll gojën e të mos ndaj me publikun opinionin tim, as edhe kur jam vet palë në gjyq kushtetues, për shkak se funksioni që mbuloj me votat e afro 1 milion shqiptarëve është goditur në pavarësinë e vet nga një prokuror e një gjykat dhe rrezikon të gjymtohet për sot e për të ardhmen në shtyllën e vet kurrizore. Mëtej, në deklaratën e shoqatës së gjyqtarëve riktheksohet se ndarja dhe balancimi i pushteteve është një nga parimet themelore të demokracisë. Prandaj, pavarësia e pushtetit gjyqësor, arbitrimi final për zgjedhjen e të gjitha mosmarrveshjeve përbën një gur themeli për ndërtimin e shtetit të së drejtës. Kjo pavarësi vjet në rrezik jo vetëm nga veprime konkrete që synojnë kufizimin e sferës së kompetencave të këtij pushteti, por edhe nga çdo akt ose deklarat që perceptohet si kërcënim ose presion politik ndaj veprimtarisë gjyqësore apo të ulur reputacionin e organeve të drejtësisë në sytë e publikut dhe në këtë mënyrë minon besimin e tij tek këto organe. E me këtë deklaratë Rama shprehet se ose nuk e din kuptimin e fjalës presion, sepse nuk i kanë parë të ankohen për ca të tjerë që prej vitesh u këndojnë librin e shtëpisë së njerëzve të drejtësisë, ose e din që kur ankohen për mua nuk u hyn gjem në këmbë, sepse unë jam ai që kam 10 vjet që nuk luftoj me ta, po luftoj për ta. Madje duke i përtypur në heshtje si çështje të pavarësisë të shpallur botërisht me reformën në drejtësi dhe jo pak lajthitje të dhimbshme të gjyqësorit në dëm të lirive të drejtave të njerëzve të këtij vendi dhe të interesave të këtij shteti. Rama gjithashtu shtoi se nuk do të hesht edhe për kërkesën e gjyqtarëve për rritjen e pagave nga gjykata kushtetuese, duke e konsideruar këtë vendim skandalos të përsëritur, duke rrëmbyer kompetencat e qeverisë dhe parlamentit. Partia Demokratike ka vendosur të tërhiqet nga procesi për zgjedhjen e avokatit të ri të popullit, duke kritikuar përfaqësimin e Endrish Shabanit si kandidat për mënyrën dhe zhvillimin e vendit. Kryedemokrati Sali Berisha e cilësoi procesin si farsë dhe akuzoi shumicën parlamentare për tejkalim të rregulloreve. Vendimi i opozitës ka nxitur debate në Komisionin e Ligjeve, ndërsa ky zhvillim mund të cënojë traditën parlamentare për rolin e opozitës në këtë emrim. Partia Demokratike ka njoftuar tërheqjen nga procesi për zgjedhjen e avokatit të popullit, duke shprehur pak kënaqësi mbi mënyrën se si po zhvillohet votimi. Kryedemokrati Sali Berisha deklaroi se përfshirja e Endrish Shabanit në listën e kandidatëve dhe mundësia që shumica parlamentare të votojë këtë emër i kanë bërë demokratët të refuzojnë pjesëmarrjen. Për kandidatura tjera përveç kandidaturave të përzgjedhura vetë, të cilat janë Besim Rëgjoni, Adriana Kalaja, Jola Hysaj, futën kandidaturën e tyre, i cilin kuadrin e 27 kandidaturave kishte marrë firmat, por ne i tërhoqëm firmat. Dhe Uluzim Manja thotë se nuk njoh tao. Me Uluzim nuk njohim tërheqjen e firmave. Arrin gjerë në këtë deklaratë të turpshme për të nxjerrë atë që thotë Edi Rama, kështu që ne tërhiqemi totalisht nga procesi. Ne nuk jemi më palë. Kryeministri akuzoi se gjykatës kushtetuese po i bëhet presion. Por të diktuar kësaj gjykate vendimin e Edi Rams me të cilin po bllokon luftën kundër korrupsionit për të mbrojtur veten e tij dhe Lubi Ballukun nga vjedhja e 50 milion eurove në
tunelin e Llogaras. Sulmet në gjykatës kushtetuese në këtë çështje janë të papara ndonjëherë në historinë e këtij vendi. Kërcënimet, paritja dhe metoda të tjera kriminale po përdoren nga mëngjesi gjendar. Me shqetësim foli edhe për projektligjin e amnistisë fiskale, që sipas Berishës i hap rrugë pastrimit të parave. Ka sankcionuar amnistin për paratë e drogës, krimit, jo vetëm të karteleve të fuqishme shqiptare, të kokainës dhe kanabisit, por dhe ortakëve të tyre në Amerikën Latine. Një ligj të cilin Edi Rama, atë që nisi 2 vjet më parë, e bitisi në mandat e 4, në të cilin 2 miliard euro droge shtrohen në vota dhe vota shtrohet në 2 miliard euro droge. Kryetari i Partisë Demokratike paralajmëroi për pasojat të rënda financiare dhe politike, duke theksuar se falja e detyrimeve arrin deri në 2 miliard euro dhe se janë 200.000 biznese që përfitojnë, nga të cilat 80.000 janë aktive, çka sipas tij tregon se procesi synon të shndrojë kapitalin kriminal në fuqi elektorale. Tërheqja e firmave nga deputetët e opozitës për të gjithë kandidaturat për avokat të popullit solli tensione në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Opozita kërkoi ndërprerjen e menjëhershme të procedurës, ndërsa majoranca theksoi se vendimi final i takon vetëm seancës plenare. Pas debateve, lista me 6 kandidat u miratua me votën e socialistëve dhe shkon për votim në 11 dhjetor. Tërhiqja e firmave nga deputetët e opozitës për të gjithë kandidatët për postin e avokatit të popullit ndezi diskutime të forta në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Ti ishe i detyruar, ti do të ishe i detyruar të merre vullnetin tim të fundit. Vullnetin tim të fundit ka qenë ai. Dhe ti, dhe sikur të them, vullneti jot i fundit deri në datën 2 dhjetor ka qenë mbështetjes kandidat. Nuk e vendos ti atë punë. Ti tani po ja çon seancës. Un po të them tani. Edhe sikur seancë thoja, filan bishtetin nuk mund të mbështet, ti i detyruar ta shënosh. Ti po i çon sot seancës një gënjeshtër, po i thua që filan deputet e ka dhe firmën e Gens Strazimit Arjan Dojës apo të tiri Blushit. Nuk e ka. Fal të lutem. Por deputetët opozitar deklaruan se tërheqja është bërë zyrtarisht dhe publikisht, duke argumentuar se në këtë situatë procedura për zgjedhjen e kandidatëve nuk mund të vijojë më. Nuk po të themi mos e zgjedhni. Shkelen edhe këtë traditë mirë, sigurisht që nuk është ligjore, por ti nuk mund të thuash e kam zgjedhur filanin, kishte edhe mbështetjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike apo grupit parlamentar të LSI-s, sepse kjo nuk është e vërtetë. Edhe nëse ti nuk e verifikon dot kur e ka marrë firmën ai, edhe sikur të ishte kështu, e po të themi sot, vullneti i fundit është ky që kemi sot, nuk e mbështesim me firmë, me vul, me shkresë, me argument. Kësaj ti nuk mund të ikësh. Dua t'ju kujtoj që të drejtën e propozimit ose të qenurit kandidat nuk e bën shprehje e vullnetit, por e bën firma e deputetit. Tërheqja nga firma është një akt juridik. Heqja dorëheqja. Sepse sipas kësaj logjike, kushdo që ka dhënë dorëheqjen deri më sot apo jo, nuk do një jetë. Po e them publikisht ta dëgjojnë gjithë, nga pikpamja morale ky s'është akt as burror, as juridik. E imja personale, të maj përgjegjësi për këtë që po them. Por, nga pikpamja juridike tani, ne ndodhemi para i fakti. Imagjinoni kodin e procedurës civile, kur një palë që ka bën ankimin heq dorë nga e drejta e ankimit brenda afatit të parashikuar me ligj. Çfarë ndodh në gjykata? Pyetje juridike që mos bëj supozime. Çfarë ndodh kur heq dorë? Atëherë ankimi s'ka vlerë. Dakor? Dhe po e njëjta gjykata e shkallës parë vendos mos kalimin e seancës dhe vendos atë deklarimin apo jo. E bën me deklarim që ky ankimi s'ekziston më dhe shkon fare në apel çështja. Nga ana tjetër, kryetari socialist i komisionit Ulsi Manja kundërshtoi qëndrimin e opozitës duke nënvizuar se vetëm seanca plenare ka autoritetin për të marrë vendimin final. Sipas tij, edhe vetë deputetët e opozitës kanë mbështetur me firma më shumë se një kandidat, gjë që e bën të pavlefshëm pretendimin për bllokimin e procesit. Në mbledhjen e datës 17, kur është miratuar lista me 26 kandidatët, që është përcjell grupeve parlamentare dhe deputetëve për të mbështetur me 28 firma, ka një deklarim timin publik të shënuar dhe në proces verbal, që kam thënë, si rregull, grupet parlamentare duhet mbështesin një deputet, një kandidat. Por, me sa duket, ka prevaluar kushtetuta, ligji organik i avokatit popullit dhe rregullorja e kuvendit. Pavarësisht debatit, socialistët votuan pro, ndërsa opozita votoi kundër duke çuar përpara listën me 6 kandidat. Me 9 vota pro dhe 3 kundër, komisioni vendosi që lista t'i kalojë seancës plenare të 11 dhjetorit, ku pritet vendimi përfundimtar. Pro, atëherës, me një sekond. Kundër janë. Atëherë sa janë pro? 9 pro, 3 kundër, miratohet raporti i komisionit për çështjet ligjore dhe administratën publike me 6 emrat që plotësojnë kushtet, kriteret dhe kanë 28 firma për të vazhduar në seancë plenare garën për pozicionin e avokatit popullit.
Këshilli i lartë i prokurorisë votoi unanimisht Joni Ketën si drejtor të ri të Byros Kombëtare të Hetimit për një mandat 5 vjeçar. Emërimi i tij u ndoi që nga afër nga partnerët amerikan dhe europian, të cilët prej vitesh mbështesin ngritjen e BKH-s. Keta, i njohur për punën e tij në hetimet financiare dhe kundër krimit të organizuar, vjen në krye të një institucioni kyç për drejtësi. Joni Keta, 37 vjeç, është drejtori i ri i Byros Kombëtare të Hetimit, pasi u votua një zëri nga Këshilli i lartë i prokurorisë. Me një karrierë 15 vjeçare në sistem, fillimisht si oficer në ish prokurorinë e krimeve të rënda dhe më pas si hetues i BKH-s, Keta ka fituar reputacion për profesionalizmin në hetime financiare, pastrimin e parave dhe çështjet e krimit të organizuar. Përvoja e tij u konsiderua thelbësore për një garë që zgjati pothuajse të gjithë vitin dhe që u ndoi që me interes të veçantë nga partnerët ndërkombëtar. Procesi i përzgjedhjes së kreut të ri të BKH ka qenë një monitoruarit e viteve të fundit. Vëzhguesit amerikan dhe europian ishin të pranishëm në sallën e KLP-s, madje duke mpritur përpara anëtarëve të Këshillit, një sinjal i qartë për rëndësinë që i bashkohet BKH-s dhe SPAK-ut në luftën kundër rrjeteve kriminale dhe karteleve të drogës. 3 prokurorë të SPAK-ut rekomanduan emrin e Joni Ketës, duke i dhënë atij mbështetje të plot profesionale. BKH-ja, e modeluar sipas standardeve të FBI-s amerikane, është një prej strukturave më të rëndësishme të reformës në drejtësi. Pas largimit të drejtoreshës së parë, Aida Hajnaj, mandati i cilës u shoqërua me tensionet vazhdueshme në drejtimin e SPAK, drejtimi i ri pritet të sjellë më shumë bashkëpunim dhe efikasitet. Ndërkohë, mandati 3 vjeçar i kreut aktual të SPAK-ut, Altin Dumani, përfundon me 18 dhjetor, duke vendosur sistemin e drejtësisë përballë një faze të rendryshimesh dhe pritshmërisht të larta. Në krye të BKH-s, Joni Keta pritet të luajë një rol kyç në forcimin e hetimeve të thedhuara, sidomos në fushat ku partnerët ndërkombëtar kanë kërkuar rezultate më të prekshme, luftën kundër organizatave kriminale dhe kriminaliteti financiar. Gjykata e Tiranës ka shpallur fajtor të miturin 15 vjeçar për vrasjen e 14 vjeçarit Martin Cani dhe për tentativën e vrasjes së shokut të tij pranë shkollës Fanoli. Përveç dënimit prej 16 vitesh heqje lirie, vendimi nxjerr në pa pasojat e një konflikti filluar brenda ambientit të shkollës. Babai i viktimës e përshkroi vendimin si një rrezë drite, por nënvizoi se dhimbja për humbjen e djalit mbetet e pazëvendësueshme. Gjykata e Tiranës ka dhënë sot vendimin për të miturin që me 18 nëntor të vitit kaluar vrau me thik 14 vjeçarin Martin Cani pranë shkollës Fanoli në Tiranë. I mituri 15 vjeçar u shpall fajtor për 2 vepra penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese dhe tentativë vrasje në të njëjtat kushte dhe përfundimisht u dënua me 16 vite heqje lirie, pas bashkimit të dënimit 12 vite për vrasjen dhe 10 për tentativën. Pas shpalljes së vendimit, babai i viktimës, Angel Cani, deklaroi se dënimi të miturit është një rrezë drite për familjen, por theksoi se dhimbja për humbjen e djalit mbetet e pakrahasueshme. Besoj se kodi për të mitur përgjysmohet. Besoj që kanë nxjerrë një rrezë drite për Martinin dhe për Luizin. Gjithsesi dhimbja jonë është e pakrahasueshme. Nuk krahasohet sikur edhe burgim përjetshëm që ishte është e pakrahasueshme. Avokati i mbrojtës i familjes Cani deklaroi se sot drejtësia u vu në vend. Nuk është çështje dënimi, është çështje drejtësie, çështje për të mbrojtur 2 të mitur apo shumë të mitur, të cilët janë të rrezikuar çdo ditë nëpër shkollat shqiptare, dhe kjo duhet të jetë mesazh për qeverinë shqiptare, për ato institucione arsimore të cilët mbajnë, edukojnë fëmijët e gjithë kujt, e gjithë qytetarëve shqiptarë të Republikës së Shqipërisë. Ngjarja ndodhi në 18 nëntor, ku konflikti mes 2 adoleshentëve u intensifikua. Pas një debati paradite në ambientet e shkollës që u ndërprej nga roja e sigurisë, të 2 të miturit u takuan përsëri jashtë oborrit të shkollës. Aty sherri mori fund me vrasjen e Martinit dhe plagosjen e shokut të tij me thik, e cila më vonë u gjet dhe u verifikua nga ekspertiza. Ish presidenti Bamir Topi u paraqit në SPAK u dha shpjegime për ngjarjen e 21 janarit në cilësinë e personit në DNI. Ai qëndroi rreth 90 minuta para hetuesve dhe refuzoi të zbulojë detaje për deklarimet, duke theksuar se çështja është ende nën hetim. Procedimi penal për këtë dosje vijon prej më shumë se një viti, ndërsa janë thirrur edhe ish zyrtar të lartë të kohës.
Ish-presidenti i Republikës Bamir Topi u paraqit këtë të martë në ambientet e Spakut, ku u mor në pyetje për aferën e 21 janarit, ngjarje gjatë së cilës humbën jetën 4 persona në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Topi u thirr në cilësinë e personit që ka dieni për rrethanat e kohës, duke qenë se ai mbante postin e kreut të shtetit në momentin e ngjarjes. Pas një seance rreth një ore gjysmë, ish-presidenti zgjodhi të mos komentonte mbi dëshminë e dhënë. Ai nënvizoi se procedimi është në fazë aktive hetimi, si dhe për respekt të institucionit nuk mund të jap detaje. Për të dëshmuar atë që ka di unë, pasi kam qenë në atë kohë kryetar shteti. Unë kam folur për 21 janarin, vazhdimisht, në respekt të transparencës me publikun, tjetë funksioni i prokurisë posaçme është thjesht hetimi për të dalë gjithmonë tek e vërteta. Çështja e 21 janarit, për cilën prokuria e posaçme ka hapur hetime prej më shumë se një viti, përfshin 3 akuza të rënda: vrasje në rrethana të tjera cilësuese, shpërdorim detyre dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, të dyshuara se janë kryer në bashkëpunim. Hetimet janë hapur pas kallëzimit të familjarëve të Alex Nikës, një prej viktimave të protestës. Para Topit në Spak janë marrë në pyetje dhe figura të tjera kyçe të asaj kohe, përfshirë ish-kryeministrin Sali Berisha, ish-ministrin e Brendshëm Lulzim Basha. Prokuria po përpiqet të rindërtojë zinxhirin e përgjegjësive institucionale për një nga ngjarjet më të rëndësishme politike të dekadës së fundit. Gjykata e posaçme ka vendosur të kalojë për gjykim dosjen ndaj ish-drejtorit të ARSH Servis Berberi dhe 22 pandeurve të tjerë të akuzuar për shkelje tenderash, korrupsion dhe falsifikim. Berberi kërkoi gjykim të shkurtuar, por gjyqtari i seancës paraprake e la vendimin në dorë të trupës së themelit. Avokati mbrojtës pretendoi se akuzat nuk provohen, ndërsa Spak e lidh atë me 8 tendera korruptiv me vlerë rreth 5 milion euro. Gjykata e posaçme ka vendosur që dosja e bujshme në ngarkim të ish-drejtorit të Autoritetit Rrugor Shqiptar Servis Berberi të kalojë për gjykim në themel bashkë me 22 persona të tjerë të pandehur në këtë çështje. Vendimi u dha pas përfundimit të seancës paraprake, ku Berberi kishte kërkuar gjykim të shkurtuar, por gjyqtari deklaroi se me këtë kërkesë do të vendosë trupa gjykuese gjatë gjykimit. Nga ana tjetër, mbrojtja e Berberit kërkoi rrëzimin e akuzave, duke deklaruar se nuk provohen faktet e pretenduara nga prokuroria, si dhe kërkoi që gjykata të vlerësojë nëse hetimet janë të plota dhe të pranojë gjykimin e shkurtuar. Në këtë dosje rezultoi 23 pandehur, të cilët do të përballen me akuza të rënda të shkeljes së barazisë në tendera kryer në bashkëpunim, korrupsioni pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike, mashtrimi me pasoja të rënda dhe falsifikimi i dokumenteve. Servis Berberi u arrestua me 14 mars 2024 pas hetimeve të Spakut, i cili pretendon se ish-drejtori është i përfshirë në skena korruptive që lidhen me 8 tendera me vlerë rreth 5 milion euro. Sipas prokurisë, Berberi figuron si pronar i kompanisë DAM SHPK, e cila ka përfituar tendera gjatë periudhës kur ai mbante pozicione të larta drejtuese në Ministrinë e Infrastrukturës dhe më pas në ARSH. Në vijim, trupa gjykuese pritet të shqyrtojë si akuzat, ashtu edhe kërkesat e të pandehurit për gjykim të shkurtuar, ndërsa procesi pritet të jetë një nga më të rëndësishmet në fushën e krimeve ekonomike dhe korrupsionit. Në Krujë, policia ka vënë pranga një 35 vjeçar të shpadur në kërkim, antar i grupit të strukturuar kriminal në fushën e narkotikëve. Arrestimi u krye në kuadër të operacionit të gëtuar pjesëtari. Antari i një grupi të strukturuar kriminal që vepronte në fushën e narkotikëve ka rënë në prangat e policisë së Krujës. Pas disa muajsh kërkim, 35 vjeçari Armand Dervishi u arrestua gjatë operacionit të gëtuar pjesëtari, finalizuar me strukturat vendore të policisë. Dervishi ishte dënuar në vitin 2024 nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në 6 vite, 8 muaj burg për veprën penale, kultivimi i bimëve narkotike kryer në bashkëpunim dhe prodhim dhe shitje e narkotikëve kryer në kuadrin e një grupi të strukturuar kriminal. Vendimi ishte lënë në fuqi edhe nga apeli i posaçëm, po në një vit ndaj e tij, gjykata e Krujës kishte dhënë një tjetër dënim prej 8 muajsh burg për veprën penale ndërtimi i palishëm pas kapjes së tij. Materialet procedurale janë referuar prokurisë së Tiranës për veprimet mëtejshme. Ecime të tjera zhvillime, raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Riho Teras ka mbritur në Prishtinë për një vizitë zyrtare ku u prit nga presidenti Vjosa Osmani. BE-ja konfirmon angazhimin me Kosovën, i cili mbetet i fortë në fokus të veçantë në planin e rritjes dhe procesit integrues. Osmani kërkoi mbështetjen e Teras për heqjen sa më shpejt të masave të Bashkimit Evropian, duke i cilësuar ato të padrejta dhe të pashpjegueshme.
Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Riho Terras ka nisur një vizitë zyrtare në Prishtinë, e cila vjen në një moment të rëndësishëm në raportet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Shefi i zyrës së BE-s në Kosovë, Aivo Orav, theksoi se angazhimi i BE-s me Kosovën vetet i fuqishëm, duke nënvizuar se para vendit qëndrojnë mundësi të reja, përfshirë edhe implementimin e planit të rritjes. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, Terras u prit në një takim zyrtar nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, me njoftimin e presidencës, thuajse bisedimet u fokusuan në zhvillimet e fundit politike në vend, me presidenten Osmani që vuri në duke se zgjedhjet lokale u zhvilluan në mënyrë të lirë, të qetë dhe demokratike, ndërsa transferimi i pushtetit u krye paqësisht dhe në përputhje me standardet evropiane. Një prej temave kryesore të diskutimit ishin masat e BE-s në Kosovës, se cilat Osmani i cilësoi si të pashpjegueshme dhe të parsyetuara, pavarësisht bashkëpunimit konstruktiv të institucioneve të Kosovës me partnerët evropian. Sipas saj, vazhdimi i këtyre masave dëmton drejt për drejt qytetarët dhe rrezikon të minojë besimin në procesin e integrimit evropian. Presidentja kërkoi mbështetjen e Terras për heqjen sa më shpejt të masave, duke kujtuar se Kosova ka përmbushur të gjitha kërkesat e vendosura nga BE. Ajo theksoi se heqja e masave do të ishte një sinjal i jashtëzakonshëm për qytetarët, duke dhënë një mesazh inkurajues për vijimin e reformave dhe avancimin në rrugën drejt BE-s. Në vijim të diskutimeve, presidentja Osmani nënvizoi gjithashtu rëndësinë që kërkesat e Kosovës për antarësimin në Bashkimin Evropian të procedohen pa vonesa, duke konsideruar këtë një hap në prioritet të domosdoshëm në procesin e integrimit. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 10 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin. Paraditja do të sjellë diell në të gjitha zonat, ndërsa pasditja pritet të sjellë vranësira të pakta lokale në lindje dhe bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindje me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa në bregdet deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 10 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 10 dhjetor do të jetë në orën 6:49 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 8 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 9 deri në 13 gradë Celsius. Korçë, 4 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 10 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave të thata atmosferike, duke sjellë mot të kthjellët dhe me vranësira të pakta. Paraditja do të jetë pothuajse e kthjellët në të gjithë vendin, ndërsa pasditja sjell re të lehta kalimtare në lindje dhe jug. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 14 gradë Celsius në perëndim. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 10 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët nga 1 deri në 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 10 dhjetor do të jetë në orën 6:47 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica,
3 deri në 14 gradë Celsius. Podujev 0 deri në 11 gradë Celsius. Skënderaj 1 deri në 11 gradë Celsius. Pej 6 deri në 14 gradë Celsius. Prishtinë 2 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 13 gradë Celsius. Malishev 3 deri në 13 gradë Celsius. Gjilan 1 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj 3 deri në 13 gradë Celsius. Kaçanik 3 deri në 13 gradë Celsius. Suhare 5 deri në 12 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 13 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.